Ramazani është muaj i mëshirës, faljes dhe shumëfishimit të veprave të mira. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo që bën nijet dhe fal namaz nafile gjatë netëve të Ramazanit nga çiltësia dhe thellësia e besimit të tij dhe me shpresën për të fituar shpërblimet e Allahut, por jo për të dukur, atëherë atij do t'i falen gjithë çka kanë kaluar nga gjunahet e tij që ai ka bërë më parë. Transmeton Sahih Buhari dhe Sahih Muslim. Në këtë muaj të begat, besimtari kërkon çdo vepër që e afron më shumë me Allahun. Por le të ndalemi në 3 prej tyre. 1. Leximi i Kuranit, sepse Ramazani është muaji i librit të Allahut dhe çdo shkronjë shumëfishohet në shpërblim. 2. Dhënia e sadakas. Ajo pastron pasurinë, zbut zemrën dhe sjell mëshirën e Allahut mbi robin. 3. Namazi i natës. Qoftë edhe pak, ai ndriçon errësirën e zemrës dhe forcon lidhjen me Krijuesin. Ndaj, mos e lër Ramazanin të kalojë pa këto vepra, sepse ato janë furnizimi më i mirë për botën tjetër.